Ibn Qayyim Allahu më shiroft thot sprovat janë dy llojesh. Janë sprovat e dyshimeve. Edhe ky është lloji më i rrezikshëm i sprovave, më i madh i sprovave, dhe sprovat e epsheve, dëshirave dhe pasioneve. E tek njeriu munden që këto dy lloje sprovash me u bashku ose mund të pas njërin apo tjetrën. Ai personi i cili mbledh këto tri gjëra, pra mbledh atë mangësinë e fesë në radhë të parë, mandaj qëllimin e kaq në radhë të dytë dhe në radhë të tretë në bizotërinë e epsheve dhe të pasionit, ky person hite fjala Allahut Azza wa Jall, ku thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus." Me të vërtetë që ata pasojnë hamendjet e tyre edhe atë që dëshiron epshi, dëshira dhe pasioni i tyre. Mënyra që muslimani me shpëtu për i kësaj lloji sprove nuk ka gjë tjetër vetëm se pasimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe me bë sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam gjykues në fenë tonë. E origjina e secilës fitnes sprove është dhënia përparësi mendjes para shariatit të Allahut Azza wa Jall, para legjislacionit të Allahut subhanahu wa ta'ala, para Kur'anit dhe Sunnetit. Dhe po ashtu me i dhanë përparësi epsheve, dëshirave dhe pasioneve para mendjes të shëndosh. E para është origjina e fitnes provave të dyshimeve, me i dhanë përparësi mendjes para argumentave fetare. Ndërsa e dyta është origjina e fitnes së epsheve, pra me i dhanë përparësi epsheve, dëshirave para mendjes së shëndosh. Të parën, pra atë të dyshimeve njeriu e ndalon me anë të bindjes ndaj Allahut Azza wa Jall, me anë të besimit dhe të shëndoshmërisë në të vërtetën në fenë Allahut subhanahu wa ta'ala. Ndërsa e dyta, fitnja e epsheve, sprova e epsheve, luftohet me anë të durimit. Thot: "Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi." Le të ruhen ata që kundërshtojnë urdhrin e profetit sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitna, që mos i ka ata ndonjë sprov, ndonjë fitnë, au yusibahum adhabun alim, ose t'i kaploj ata ndonjë dënim i rënd. Thot Allahu Azza wa Jall: "Wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Edhe atë që ka ju asolli dërgumi marreni, dhe atë që ka ju ndaloj ai prej saj largohuni. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an. Edhe çfarë i thot Ibn Abbas? I thot: "Yushiku an tanzila alaykum hijaratun min as-sama." Kam frikë se kanë më uro ju gur prej qiellit. Kam frikë se kanë më uro ju gur prej qiellit. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Unë ju tham ka thani dërgumi Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe ju thoni ka thani Abu Bakr wa Umar. Profeti sallallahu alaihi wasallam na ka shëndolty, na ka kërhasu shembullin e tij me shembullin ton. Në një hadith të bukur ku thot profeti sallallahu alaihi wasallam, thot: "Mathali wa mathalukum kamathali rajulin istawqada nara." Shembulli jam me shembullin tuaj është si shembulli i një personi që ka ndezë zjarr. Falamma adaat ma hawlaha, kur ka ndriçu ky zjarr që ka rreth e rrotull, جعل الفراش وهذه الدواب يقعن في النار. Fillon në flutar dhe disa insekte të ndryshme me hiq të zjarrit. Sepse është prej zakonit tyre që kur shohin zjarrin i afrohen, edhe binë edhe në të. E thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Wa ja'ala yahjizuhunna." Edhe ai fillon, ky person fillon me i largu, pra që mos mu djeg. "Wa yaghlibnahu fayaqtahimna fiha." Ata i largohen dhe futen në zjarr. E thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Fadhalika mathali wa mathalukum." Wa shemulli jem me shemullin tuaj. Ana akhidhun bi hujazikum halumma anin nar. Unë ju pengoj ju edhe ju tham largohuni nga zjarri. Fa taghlibunani wa taqtahimuna fiha. Edhe ju mundni mua dhe futeni në zjarr, pra me dëshirën tuaj, ndërkohë që unë ju pengoj. Nuk ka të mirë që profeti sallallahu alaihi wasallam vetëm se na ka sqaruar atë. E na ka drejtu drejt saj. E mirë ma e mirë është veçimi i Allahut Azza wa Jalla adhurim. Ma adhuru një dhe vetëm, nuk ka gjë më të mirë.
morali me njerëzit nuk është më i mirë se sa morali me Allahun azza wa jall. Sepse shpeshherë na ingatërrojmë moralet. Është mirë mos ja në njerëzit, po është më mirë me adhuru Allahun një dhe të vetëm. Ndërkohë që profeti sallallahu alaihi wasallam na ka ndaluar nga çdo e keqe. Na ka paralajmëruar nga çdo e keqe. Edhe keqja më e madhe është shirku. Me adhuru dikë tjetër së bashku me Allahun azza wa jall. Me bashkë ortak Allahut azza wa jall në adhurim. Si thon Luqmani djalit, ja bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim. Mos adhuro kën tjetër së bashku me Allahun azza wa jall, me vërtetë që shirku, adhurimi dikujt tjetër së bashku me Allahun azza wa jall, është një gjuna, një zullum i rënd. Po ashtu Allahu azza wa jall nuk e fal që ati më bashku në adhurim. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Me vërtetë që Allahu nuk ja fal kujt që më bashku atij në adhurim, edhe i fal gjunahet e tjera kujt don, thot Allahu subhanahu wa ta'ala. Xhamat e nderuar, keni frikë Allahun azza wa jall dhe përkujtojeni ditën kur keni me dalë para tij, në atë ditë kur thot Allahu subhanahu wa ta'ala nuk ka me badovi as pasunia dhe as fëmija, vetëm sa i cili ka me doj para Allahut azza wa jall me zemër të pastër. Po ashtu siç thot Allahu azza wa jall në atë ditë kur secili ka me diskutu vetëm për veten e vet në ditën e gjykimit, edhe ka me dhënë shpërblimi që meriton për veprat e veta dhe askujt nuk ka me ju pa drejtësi, thot Allahu azza wa jall. Ndërgjanat që muslimani i kushton rëndësi është ruajtja prej fitneve, prej sprovave. Sprovat të cilat janë të lloj-llojshme, kanë ndame të mëdha edhe kanë pasoja negative në jetën e muslimanit. Prej gjanave që shtyn mu largu prej sprovave është siguria po lëkundshme në atë që është transmetuar me profetit sallallahu alaihi wasallam në shkaqe dhe në pasojat e sprovave. Dhe po ashtu në nxitjen që na ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga ruajtja e sharrit të tyre. Po ashtu ai na ka mësuar Zoti i nderuar sallallahu alaihi wasallam, na ka mësuar se me trajtu edhe si me kuru këto sprova kur ne na vijnë. Allah subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Dhe ruajeni, thot Allahu azza wa jall, një fitnë, një sprove, e cila nuk ka vetëm ato që bojnë zullum për jush, por se edhe të tjerë, edhe dijeni se Allahu azza wa jall ndëshkon në rënd. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në ka thënë në hadith se të kunu fitnë, po me pas sprova. القاعد فيها خير من القائم. Ai cili është rrin ulur në këtë sprova është më i mirë se ai cili rrin në kam. والقائم فيها خير من الماشي. Edhe ai cili rrin në kam është më i mirë se ai cili ec. والماشي فيها خير من الساعي. Edhe ai cili ec është më i mirë se sa ai cili vrapon. ومن تشرف لها تستشرفه. Edhe ai cili afrohet ty në sprovave, ato kanë me e mund atë, thot profeti alayhi salam: ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. Edhe ai cili gjen mbrojtje prej këtyre sprovave, atëherë le të mbrohet, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu duke ardhur, duke u afruar dita e fundit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon se këto sprova kanë me ushtu, edhe na tregon në një prej haditheve duke thënë: yushiku an yakuna khayra mali al-muslimi ghanam. Ka me ardhur një ditë në të cilën pasunia më e mirë e muslimanit kanë me kanë ato dhënt. Yattabi'u biha sha'af al-jibali wa mawaqi' al-qatr. Ka me pasu, ka me njeh për muslimani ato majat e maleve edhe vendin ku mbledhet uji masi bjen shi. Yafirru bidinihi min al-fitan. Largohet nga sprovat për me rujt fenë e vet, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu një hadith tjetër të cilin transmeton Muslimi në sahihun e tij nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: badiru bil a'mali fitanan ka qita'i al-layl al-mudhlim. Bani vepra të mira, binduni Allahut azza wa jall sa më shumë,
para se të vinë disa sprova të cilat janë si nata e errët të profetit sallallahu alaihi wasallam. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Kama agu njeriu si besimtar, edhe darka koma e zan mos besimtar. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, edhe koma e zan darka si besimtar, edhe agimi koma e zan si mos besimtar. Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya, koma e shit fen e tij për diçka të vogël prej kësaj dynjaje, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Edhe duke pas parasysh rrezikshmërinë e këtyne sprovave dhe dëmet e mëdha që kanë, dietarët i kanë cek, njerëzit e dijes i kanë cek dhe i kanë trajtu, edhe i kanë përmendur në librat e tyre. Ibn Qayyim Allahu më shiroft thot sprovat janë dy llojesh. Janë sprovat e dyshimeve. Edhe ky është lloji më i rrezikshëm i sprovave, më i madh i sprovave, dhe sprovat e epsheve, dëshirave dhe pasioneve. E tek njeriu munden që këto dy lloje sprovash me u bashku, ose mund të pas njërin apo tjetrën. Për sa i përket llojit të parë të sprovave të dyshimeve, ato vijnë si rezultat i dijes së mangët fetare të njeriu. E sidomos kur kësaj dije të mangët i shtohet edhe niyeti i keq, qëllimi i keq, e sidomos kur i shtohet ty në këty gjanave, i shtohet edhe një trep ajo pasimi i dëshirave, i epsheve të njeriu. Në këtë moment bëhet sprova shumë e madhe, bëhet tragjedi. Ai personi i cili mbledh këto tri gjëra, pra mbledh atë mangësinë e fesë në radhë të parë, mandaj qëllimin e keq në radhë të dytë dhe në radhë të tretë bizotërinë e epsheve dhe të pasionit, ky person hitë fjala Allahut azza wa jall, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus. Me të vërtetë që ata pasojnë hamendjet e tyre edhe atë që dëshiron epshi, dëshira dhe pasioni i tyre. E Allah subhanahu wa ta'ala na ka lajmëruar se pasimi i dëshirave dhe pasioneve e çon njeriu në humbje, largon nga rruga e Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu azza wa jall i drejtohet një prej pejgamberëve të tij, Daudit alayhis salam, duke i thënë: "Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard." O Daud, me të vërtetë që na të kena bërë ty mëkambës në tokë. Fahkum bayna an-nasi bil haqq. Gjykon në mesin e njerëzve me drejtësi. Wala tattabi'il hawa. Edhe mos e paso epshin, dëshirën, pasionin, fa yudillaka an sabilillah. Sepse në këtë mënyrë ka për të humbur ty nga rruga e Allahut. Innal ladhina yudilluna an sabilillahi lahum adhabun shadidun bima nasu yawm al-hisab. Me të vërtetë ata që humbin, largohen nga rruga e Allahut azza wa jall, kanë pas një dënim të rëndë si pasojë e harrimit të ditës së llogarisë, thot Allahu azza wa jall. E kjo lloj fitnia sprova e dyshimeve ka disa rezultate, dhe prej rezultateve më të rrezikshme në rrugë por është kufri, mosbesimi, të çojë në mosbesim. E dyta është nifaku, dyftërsia. Dhe treta është bidati, shpikja, e çon njeriu në shpikje në risinë e fen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Mënyra që muslimani me shpëtu prej kësaj lloji sprove nuk ka gjë tjetër vetëm se pasimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe me bë sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam gjykues në fen tonë, qofshin në gjanat e vogla apo në gjanat e mëdha, në çështjet e fshehta apo në çështjet e hapta, qoftë kjo në çështjet e besimit të mbrëmshëm apo në çështjen e adhurimeve. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç na ka mësuar namazin, agjërimin, zakatin, ashtu siç na i ka mësuar ne edhe gjanat që kanë lidhje me besimin e mbrëmshëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e konsiderojmë si të dërguar të Allahut azza wa jall në disa çështje dhe në disa çështje të tjera e lajmë. Nuk jena si ata të cilët Allahu subhanahu wa ta'ala flet për ata në Kur'an, për çifutat kur flet për ta. Allahu azza wa jall thot: "Afa tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd."
apo e besoni një pjesë të librit ndërsa pjesën tjetër po e mohoni. E tha Sheikhul Islam Ibn Taymija në këtë ajet kanë hise edhe musliman. Aq sa kanë hise prej veprave të tyre. Kjo për sa i përket provave të dyshimeve. Për sa i përket provave të epsheve. Sprovat e epsheve, Allahu Azza wa Jall i ka mbledhur në një ajet së bashku me sprovat e dyshimeve, duke thënë ku i ka përmend të dy llojet. Ku thotë kalladhina min qablikum, siç ata që ishin para jush. Kanu ashadda minkum quwwatan wa akthara amwalan wa awlada. Ishin më të fortë se ju dhe kishin më shumë pasuni dhe më shumë fëmijë. Fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum. Ato e përjetuan atë hisin e vet të dynjas, ashtu siç e përjetut edhe ju hisën tuaj të dynjas. Wa khudtum kalladhi khadu, edhe ju u zhytët në të kotën, ashtu siç u zhytën edhe ato para jush në të kotën. Pra në pjesën e parë të ajetit Allahu Azza wa Jall i cilëson ata që janë zhytë në haramet e Allahu Subhanahu wa Ta'ala dhe i citon në pjesën e fundit të ajetit ato që janë zhytë në të kotën, pra kot ku atë mbajnë me sprovat e dyshimeve dhe pjesa parë ajetit në sprovat e epsheve. Prishja e fesë e para është me anë të besimit të së kotës dhe thirrjes në këtë të kotë, ose me anë të veprës e cila kundërshton atë dijen, burimin e saktë të dijes. E origjina e secilës fitnes është dhënia përparësi mendjes para shariatit të Allahut Azza wa Jall, para legjislacionit të Allahut Subhanahu wa Ta'ala, para Kur'anit dhe Sunnetit. Dhe po ashtu me i dhënë përparësi epsheve, dëshirave dhe pasioneve para mendjes të shëndosh. E para është origjina e fitnes provave të dyshimeve, me i dhënë përparësi mendjes para argumentave fetare. Ndërsa e dyta është origjina e fitnes së epsheve. Pra me i dhënë përparësi epsheve, dëshirave para mendjes së shëndosh. Kurse si mundet njeriu me i largu këto dy lloj fitnesh, provash. Të parën, pra atë të dyshimeve njeriu e ndalon me anë të bindjes ndaj Allahut Azza wa Jall, me anë të besimit dhe qëndrueshmërisë në të vërtetën në fenë e Allahut Subhanahu wa Ta'ala. Ndërsa e dyta, fitnja e epsheve, sprova e epsheve, luftohet me anë të durimit. E Allahu Azza wa Jall të dy lloj cilësish e ka atribu aty në njerëzve që janë drejtuar pris në fenë e Allahut Subhanahu wa Ta'ala, ku thotë وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Edhe na i bëmë ato prijes, pra në fenë e Allahut Azza wa Jall, i uzonin pra njerëzit me ana të çështjes tonë, të urdhnit tonë, ndërkohë që ishin të durueshëm dhe ishin të bindur, pra ndaj nesh dhe argumentave tonë. Pra Allahu Azza wa Jalla tregoi se me anë të durimit një dhe me anë të bindjes ndaj Allahut Azza wa Jall, besimit dhe qëndrueshmërisë në fenë e Allahut Azza wa Jall, arrihet drejtimi në fenë e Allahut Subhanahu wa Ta'ala. Pra kur bashkohet mendja shnosht, së bashku me durimin, atëherë njeriu i largon fitnet, provat e epsheve. Kurse nëse bashkohet dija së bashku me bindjen ndaj Allahut Azza wa Jall, atëherë largohet sprova e dëshimeve. Prandaj muslimani duhet që me i bashku këto cilësi. Pra, së pari mendjen e shnosht, së dyti durimin, së treti dijen edhe bindjen ndaj Allahut Subhanahu wa Ta'ala në mënyrë që me largu sprovat e dëshimeve edhe sprovat e epsheve dhe në këtë mënyrë ai e kënaq Allahun Subhanahu wa Ta'ala, Zotin e krijuesin e tokës edhe të qijeve. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Gjematin e rum, Allahu Subhanahu wa Ta'ala i ka paralajmëruar robërit e tij për disa shkaqeve, të cilat ndezin zjarrin e fitnes, të sprovës në fenë Allahut Azza wa Jall, dhe po ashtu shkaktojnë përçamje në mesin e muslimanëve. E prej këtyre shkaqeve kryesore
është kundërshtimi i udhëzimit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Është bojkotimi i rrugës së profetit sallallahu alaihi wasallam dhe refuzimi i legjislacionit të tij. Allahu azza wa jall thot në Kur'an: La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Mos e thirrni profetin sallallahu alaihi wasallam ashtu siç e thirrni njëri tjetrin. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha. Allahu azza wa jall i njeh ata që largohen në fshehur azë. Manaj thot: falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi. Le të ruhen ata që kundërshtojnë urdhrin e profetit sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitna, që mos i ka ata ndonjë sprov, ndonjë fitnë, au yusibahum adhabun alim, ose t'i kaploj ata ndonjë dënim i rënd, thot Allahu azza wa jall. Në lidhje me këtë ajet e shpjegon Ibn Kathiri, Allahu mëshiroft, thot urdhrin e profetit sallallahu alaihi wasallam, të cilin Allahu azza wa jall na ka ndaluar që me e kundërshtu, thot: huwa sabiluhu wa minhajuhu wa tariqatuhu wa sunnatuhu wa shari'atuhu. Ajo është rruga e tij, është metodologjia e tij, është suneti i tij dhe legjislacioni i tij. Thot: fama wafaqa zalika qubil. Çfarë i shkon për shtat kësaj rrugës së profetit sallallahu alaihi wasallam, pranohet. Wa ma khalafa fa huwa mardudun. Edhe çka e kundërshton rrugën e profetit sallallahu alaihi wasallam refuzohet. Mardudun ala qailihi wa fa'ilihi. Refuzohet fjala e tij që kundërshton dhe vepra e tij që kundërshton kainin men ka. Cili do qoftë ai? Cili do qoftë ai? Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Ai i cili vepron diçka që nuk është prej çështjes tonë, prej fesë tonë, ajo është e refuzuar, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Prandaj le të kujdeset se cili që kundërshton urdhrin e profetit sallallahu alaihi wasallam, ai që kundërshton udhëzimin e profetit sallallahu alaihi wasallam, qoftë haptazi ose fshehtazi, se mos e kapet ndonjë sprov e cila lidhet me mosbesimin, sepse sprovat janë të shumta, prej tyre sprovat këtu kanë për qëllim sprovat e zemrës, sprov që mund të shkojnë në mohim të Allahut azza wa jall, sprov e cila mund të shkojnë në nifak, në dyftërsi, ose sprov qoftë edhe në bidat, në shpikjen e fen Allahut azza wa jall, ose të vijë të një dënim i rënd në dynja. Allah subhanahu wa ta'ala ndërkohë i ka nxit besimtarë që më vjen profetit alayhis salam. Wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Edhe atë që ju asolli dërgumi marrni, dhe atë që ju ndaloi ai prej saj largohuni, thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an. Bila një ditë prej ditë që erdhi dikush me debatu me Ibn Abbasin radiallahu anhuma, i thot që për këtë çështje ka thënë Ebu Bekri dhe Umeri kështu ashtu, ndërkohë që na e dinë se kush është Ebu Bekri dhe Umeri. Janë dy njerëzit më të mirë mas profetit sallallahu alaihi wasallam në këtë ummet. Nuk barazohet kush me ta. Ndërkohë ky se ka thënë Ebu Bekri dhe Umeri. Edhe çfarë i thot Ibn Abbas? I thot: yushiku an tanzila aleikum hijaratun min as-sama. Kam frikë se kanë më uro ju gur për i qiellit. Kam frikë se kanë më uro ju gur për i qiellit. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Unë ju thëmë ka thani dërgumi Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe ju thoni ka thani Ebu Bekri Umeri. Ishte fjala e Ibn Abbas radiallahu anhuma. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam na ka shëmbëlty, na ka kërhasu shembullin e tij me shembullin ton. Në një hadith të bukur ku thot profeti sallallahu alaihi wasallam, thot: mathali wa mathalukum kamathali rajulin istawqada nara. Shembulli jam me shembullin tuaj është si shembulli i një personi që ka ndezë zjarr. Falamma adaat ma hawlaha, kur ka ndriçu ky zjarr që ka rreth e rrotull, gjale al-farash wa hadhihi ad-dawab yaqa'na fi an-nar. Fillon flutar dhe disa insekte të ndryshme me hik të zjarr. Sepse është prej zakonit tyre që kur shohin zjarrin i afrohen edhe bin edhe në të. E thot profeti sallallahu alaihi wasallam: wa ja'ala yahjizuhunna. Edhe i fillon ky person fillon me i largu pra që mos mu djeg. Wa yaghlibnahu fayattahimna fiha.
ata I largohen dhe futen në zjarr. E thot profeti sallallahu alaihi wasallam, "Fadhalika mathali wa mathaluhu." Ky është shembulli jem me shembullin tuaj. Ana akhidhun bi hujazikum halumma anin nar. Unë ju pengoj ju edhe ju them largohuni nga zjarri. Fa taghlibunani wa taqtahimuna fiha. Edhe ju mundni mua dhe futeni në zjarr, pra me dëshirën tuaj, ndërkohë që unë ju pengoj. E ky hadith është argument për kujdesin që ka pas profeti sallallahu alaihi wasallam që me na largu ne për këtij zjarri, me na largu ne për zjarrit të xhehenamit, sepse ai ka një mëshirë me besimtarë. Nuk ka të mirë që profeti sallallahu alaihi wasallam vetëm se na ka sqaruar atë, e na ka drejtuar drejt saj. E mirë ma e mirë është veçimi I Allahut azza wa jalla në adhurim. Me adhuru një dhe vetëm, nuk ka gjë më të mirë. Morali me njerëzit nuk është më I mirë se sa morali me Allahun azza wa jalla. Sepse shpeshherë na I ngatërrojmë moralet. Është mirë mos ja me njerëzit, po është më mirë me adhuru Allahun një dhe vetëm. Ndërkohë që profeti sallallahu alaihi wasallam na ka ndaluar nga çdo e keq. Na ka paralajmëruar nga çdo e keq. Edhe keqja më e madhe është shirku. Me adhuru dikë tjetër së bashku me Allahun azza wa jall. Me bashkë ortak Allahut azza wa jall në adhurim. Si I thot Luqmani djalit, ja bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim. Mos adhuro kën tjetër së bashku me Allahun azza wa jall, me të vërtetë që shirku, adhurimi dikujt tjetër së bashku me Allahun azza wa jall, është një gjuna, një zullum I rënd. Po ashtu Allahu azza wa jall nuk e fal që ati më bashkë në adhurim. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Me të vërtetë që Allahu nuk ja fal kujt që me ju bashkë atij në adhurim, edhe I fal gjunahet e tjera kujt don, thot Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj muslimani duhet më rujt mos me kundërshtu profetin sallallahu alaihi wasallam, sepse përfundimi I kundërshtimit të profetit sallallahu alaihi wasallam është rrahja në fitnë, qofshin këto për fitnave të dyshimeve ose fitnave të epsheve, dhe po ashtu dënimi I Allahu subhanahu wa ta'ala qysh në këtë dynja.